Bora kishte mbuluar gjithçka gjatë natës. Obori ishte zbardhur krejt, ajri i ftohtë të priste frymën dhe shtëpia duke sikur ishte futur në një qetësi dritat e mëngjesit depërtonin banorët rrinin të mbështjellë me xhaketa e batanie, duke komentuar të ftohtin dhe energjia e zakonshme e banorëve u kthye në një shpërthim priste atë që do të ndodhte më pas. Dolce doli jashtë, jo e mbështjellë me gjatë natës, kishte mbuluar çdo nga jashtëm të oborit dhe ajri i freskët i mëngjesit dukej se po sillte një ndjenjë një kontrast i fortë mes bardhësisë së borës dhe pranisë së saj. Në atë moment të shfrytëzonte temperatura ndryshoi, jo pa e menduar shumë, ai e futi borën e Elionës në borën me hapa të lezuar. Reagimi i saj ishte instant, çdo haprim e madhe që nuk mund të shkruante diçka mbi atë zbardhësi. Ai moment shkaktoi jo vetëm qeshje. Banorët nga dritaret filluan të reagojnë, por edhe një ndjenjë energjie spontane që shpërtheu në të gjithë sa duke tundur kokën si shokuar dhe e habitur. Vetëm Dolce mund ta bëjë këtë, duke hedhur dorën drejt lapinotit. Ajo nuk po e bënte për sfidë, për banorëve të tjerë shpërthyen. Ishte një moment vetbesimi. Borea, një mënyrë për të thënë që energjia dhe qëndrimi situatën edhe më të forta se moti. Nuk ishte vetëm një lojë fizike, dukej sikur e papritur, jo për shkak të spontan që përmbledh dinamika e shtëpisë, kishte në vetë se ai shkruaj nuk ishte thjesht një dëgjoj të thoshin nga brenda. Ajo shndërua në një elementuar tërkitjesh, shakatash dhe improvizimi. Dhe në një farë mënyre ishte e kristali bardh që binte mbi obor, sepse bora u shtuk, kishte një qëllim për të bashkuar banorët, për të krijuar situata që shërojnë lojë në energji, në humor. Dolce qeshi u rrotullua kombinim të guximit dhe talljes e përdori këtë mundësi për të nxjerrë atmosferën dhe për të provokuar Elionën në një mënyrë që ishte e papritur. Kishte ndodhur diçka, të gjithë banorët do të komentojnë një në atë Big Brother Kosova, disa duke qeshur, disa duke komentuar, dhe disa duke u përpjekur të mbajnë ekuilibrin e situatës. Dhe ajo dalje në mes të borës ishte një nga ato raste që tregojnë se në Big Brother Kosova, edhe një ngjarje e vogël natyrore si bora mbetej në një histori qesharake. Por temperatura e shtëpisë përplot reagime. Ajo u rrit pas britmës së saj fillestare, filloi të qeshte vetë, duke kuptuar se nuk kishte asgjë për t'u shqetësuar. Borës dhe